Mbrëm në Minhen është zyrtarizuar një fondacion me emrin e djalit të vogël që është vrarë në luftë nga Skënderaj, djali Leutrim Ahmeti. Është një fondacion që është inicuar nga zoti Isak Neziri, një afarist i suksesshëm i hyni në Gjermani. Ai ka ngritur këtë ide për ta themeluar këtë fondacion për të ndihmuar fëmijët në Kosovë që kanë nevojë, për të ndihmuar edhe student me bursa dhe prej mbrëm është zyrtarisht më tashmë ky fondacion me emrin e Leutrimit. Pra qëllimi është për kraja e shkollimit të fëmijëve ose çfarë do nevoja që kanë ata, por edhe për bursa të studentëve të shohim se si ka me pas jetë e rrugtim ky fondacion. Do ta njoh vetë zoti Isak Neziri nga Gjermania, është në linjë tani me ne. Zoti Isak, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju përgëzoj për këtë iniciativë që keni marrë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Si e ideuat, si keni pa nevojën për të krijuar këtë fondacion? Po faleminderit për mundësinë. Pikëpari, kjo është si ide që është krijuar në realitet që është në fushatën e kaluar që kemi pas gjatë vitit 25, në shkurt 25-s, dhe që nga prilli i këtij viti jem angazhuar në realitet na komplet me ekipin e Minhen që vërtet të realizojmë këtë projekt i cili vërtet më ka pushuar në shpirt dhe e kam një në shpirt që ne do të në bëjë diçka më shumë për fëmijët e Kosovës në këtë rast, për Leutrimin, po për gjithë ata të rënë në luftën tonë fundit. Po, i pash disa pamje që keni sjell mbrëm nga ky takim, si ishte disponimi i donatorëve, i sponsorëve, atyre që ishin mbledhur? Ka shumë shqiptar në zonën ku jetoni ju? Po, patjetër, ne jemi shumë shqiptarë të Minhen, në Bajen, po në gjithë Gjermaninë. Në realitet, Fondacioni Leutrim Ahmetit e ka për qëllim komplet në Evropë, të zërohet më vonë. Për momentin në Gjermani dhe mendoj që disponimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë, kem pas musafirë dhe miq edhe të komuniteteve të tjera, kem pas edhe nga politika gjermane ku ata vërtet kanë shprehur gatishmërinë që brenda mundësive tyne çka do të jetë e mundur do na përkrojnë, na ndihmojnë. Qëllimi është që fëmijët e Kosovës të përfitojnë pikëpari, por fondacioni të mbetet në jetë, të ketë jetë gjatësi. Mendoj personalisht që ne duhet pikërisht për ta fëmijët bëjmë më shumë, që të mbesin në historinë, që të kuptojnë pasardhës tonë vërtet kush ka qenë Leutrimi dhe kush kanë qenë të gjithë Leutrimat e Kosovës, të cilët neve na kanë mësuar sa të kemi petëliri. Sigurisht ata që do të përfitojnë nga ky fondacion do të lexojnë për Leutrimin, do të shohin çfarë ka ndodhur me historinë e tij. Patjetër. Ky është edhe qëllimi që vërtet mos mbetet vetëm një bust, apo mos mbetet në bust apo në letër, mirë po për fëmijët e Kosovës, pasardhës tonë, rinia jonë që të përfitojnë nga ky bursë. Dhe automatikisht ne kuptojmë që ata duhet të kuptojnë kush ka qenë Leutrimi apo Leutrimet e Kosovës, fëmijët e Kosovës, të cilët në luftën e fundit u vranë nga forcat armikut. Kjo është ideja, kjo është qëllimi, që të mbetet në histori, të mbetet në jetë. Sigurisht. Zoti Isak, si e ka pritur familja? Për ta është një rikthim i kujtesës, por edhe një nder, besoj. Familja ka pritur jashtëzakonisht mirë, ku jam falënderues në realitet. Pranë në event kanë qenë 4 vëllezërit e Leutrimit. Unë përshëndes edhe njëherë familjen Ahmeti, posaçërisht nënën Shukri, e cila vërtet një zoj ndërume, e cila na mundsoi që ne të marrim iniciativë dhe vetë fjalët e saj që thuhen që po më duket që është djalë i gjallë me këto iniciativa dhe këtë vepër që të kuptojnë fëmijët e Kosovës, rinia, njerëzit e Kosovës, të gjithë, kjo është diçka madhështore. Dhe unë jam jashtëzakonisht falënderues për këtë mundësi. Sigurisht, zoti Isak, ju përgëzoj edhe një herë shumë për këtë iniciativë që keni marrë, është një barë shtesë krahas punëve tuaja që keni të përditshme atje, por sigurisht do të leni një gjurmë dhe ju me këtë nismë që keni iniciuar. Shumë faleminderit. Kjo është një punë e cila ku marrë me shumë qef, me shumë dëshirë dhe besoj që kjo të mbetet në jetë. Rrugët i kemi identifikuar të cilat janë ato në realitet që kanë me majtë në jetë këtë fondacion dhe besoj shumë që rezultati dhe ajo që kemi planifikuar është parapame do arrihet. Sigurisht.
Faleminderit shumë. Në emër të krejt atyre që do të përfitojnë nga ky fondacion, uroj që të mos ketë nevojë shumë, por sigurisht kushdo që do të ketë nevojë, do të kenë një adresë ku mund të trokasin. Edhe një herë faleminderit për kohën edhe besoj që kemi me zgjeru edhe rjetin e këtij fondacioni, keni me pas edhe hapësirën në median tonë edhe kudo besoj për ta zgjeruar sa më shumë ndikimin apo mbështetjen që ofron ky fondacion. Faleminderit shumë zoti Isak Neziri. Faleminderit juve, faleminderit shumë. Kënaqësi që u dëgjuam. Dëgjuesë dashur, ishim me zotin Isak Neziri, afarisin ton të suksesshëm në Gjermani. Ai ka iniciuar për themeluar fondacionin me emrin Leutrim Ahmeti në Minhen. Është zyrtarizuar mbrëm ky fondacion që ka për qëllim përkrahjen për fëmijët në Kosovë. Kanë qenë edhe vëllezërit e Leutrimit atje, siç tha zoti Neziri, dhe është një mbështetje e gjerë tashmë për këtë fondacion dhe pritet synohet që të zgjerojë rrjetin e tij edhe në vende të tjera në Evropë, në botë, kudo që ka shqiptar. Do të kthehemi për pak me informacione tjera.